në fakt ne jena live, por mos na detyroj që të censurojmë fjalën, të lutem. Si ishte? Po të kishim fitu, i kishim bo një përshëndetje, a jemi live? Jo, mos e vazhdo, mos e bëj përshëndetjen. Si është atmosfera në Prishtinë pas këtij rezultati? Të thonë të drejtën, atmosfera nuk është festive, nuk është që ka në atmosferë, sepse normalisht jemi të zhgënjym, kemi pas shpresë që do kualifikohemi dhe do fitojmë ndeshjen, edhe pse patëm rast, mirë po fati nuk ishte në anën tonë, edhe pse Turqia është shumë ma e fortë, ashtu duke në teren, edhe pat fatin që me një rezultat minimal me fitu. Si zakonisht mas humbjeve ne si popull kena qef me u shpërnda, edhe nuk është se kemi qef me vazhdu festën. Qyteti është i mbushur me njerëz, me musafir për Shqipërisë, Kosovës, për gjitha qyteteve, po jemi të u shpërnda duke shku shtëpive.